Mirë, po I kthehemi të nderuar shikues ditës së sotme, sepse siç e kemi thënë sigurisht një pjesë e mirë të kohës ja kemi kushtuar të programit, pra ja kemi kushtuar një muaj ditës së punëtorëve dhe kemi folur nga aspekte dhe perspektiva të ndryshme duke nisur në pjesën e parë nga mirëqenia emocionale, fizike, por edhe mendore e punëtorëve, sepse normalisht kjo është shumë e rëndësishme për benefitin që ata japin, pra në raport me vendin e tyre të punës. Po sigurisht në vendin tonë ka ende edhe probleme që shpesh mund të jenë edhe bazike, ta zëm mos respektimi i orarit të punës ose mos respektimi ditëve të pushimit ose nuk e di aspekte të tjera, edhe plot të tjera që diskutojmë me mysafirin që e kam në studio, se tash veç po hamencoj, po nuk po du me thonë gjitha sado që është përmirësuar situata në raport me disa vite më herët, ende në sektorin privat, sidomos ka probleme të natyrave krejt bazike. Flasim me Flamur Kabashin, hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi, për edhe një program që ofrojnë këshilla juridike falas, që kanë të bëjnë pra me punëtorët. Mirëmëngjesi Flamur. Mirëmëngjesi. Faleminderit që erdhe mirë se erdhe. Faleminderit dhe juve për ftesën. Ju po besoj ballafaqoheni me kërkesa të natyrave nga më ndryshmet të punëtorëve, por edhe njëni goxha mirë sektorin. Në raport ndoshta edhe me disa vite më herët, a ka ndrruar, ankesat e punëtorëve, qasja e punëdhënësve, karshi punëtorëve? Faleminderit Agron për ftesën, kënaqësi me qenë mysafir në Radio Televizionin e Kosovës. Agron, realisht, normalisht ndryshimi vetë kohës, evolimi i gjitha sektorëve që po ndodhin jo vetëm në Kosovë, por në gjithë botën, normalisht që natyrshëm kanë me evoluar dhe drejtat e punëtorëve në rastin konkret të timën të cilën po flasëm. Natyrshëm këto drejta kanë evoluar dhe normalisht që kanë shku drejt një përmirësimi, mirë po, do të me pas parasysh që sinqerisht duke u bazuar edhe në praktika dhe provuret të cilat kanë shtete tjera demokratike, evropiane perëndimore, me të vërtet kur i shoh ato praktike në krahasim me ato që kanë ne përballemi si qendër perëndimi juridike falas me ankesat e përditshme, jep me kuptu që jemi mbrapa dhe kemi stagnu në kuptimin e promovimit, në kuptimin e avancimit të drejtave të punëtorëve në vendet e punës. Çështja e drejtave punëtorëve në vendin e punës është një kategori mjaft e ndjeshme si e drejtë. Ne ende po flasëm për drejtat punëtorëve të cilët në vendet e punës, do thot një pjesë ndoshta e konsiderueshme dhe dërmueshme, nuk kanë edhe kontratat punës. Si parakushti kryesor për me e kriju drejtën, për me kërku të drejtën e vendit të punës. Pastaj në çfarë sektori janë këto Flamur kryesisht? Kryesisht po flasim për sektorin privat, Agron. Jo, po do të thonë ndoshta specifikisht sektori privat, po e qartë, po ta zëm, a është ndërtimtaria, a është në gastronomia, mundemi me thonë që gastronomia është, domethënë, ndoshta sektori i cili ka ndoshta më shumë probleme të theksuara, mirë po normalisht gjithçysh që duhet me promovu dhe mu avancu si sektor. Fillimisht thashë njëherë prej dokumentet më bazik për me luftu dhe me kërku drejtën tonë, që është kontrata e punës, që është një marrëveshje midis punëtorit dhe punëdhënësit, si një instrument që si rrugë që garanton për me i kërku drejtat e tua, pastaj një procedurat të ndryshme ligjore, e që realisht po flasëm për një situatë që nuk kanë ndoshta një pjesë shumicë dërmuese e punëtorëve në për sektore të caktuar përfshi këto të gastronomisë edhe kontratat të punës. Në kuadër të Institutit të Kosovës për Drejtësi Agron funksionon Qendra Perëndimi Juridike Falas, e cila me punëtorët e saj ofron ndihmë juridike falas, këshilla juridike falas në vazhdimsi në përditshmëri dhe për sektor dhe kategori të ndryshme të punësuarve. Qëllimi vetë Qendrës Perëndimi Juridike Falas është të krijojë një barazi dhe të promovoj barazi në për grupet të cilat janë më të cenueshme dhe grupet të cilat hi në kuadrin e asaj që duhet t'i ofrohet ndihmë juridike falas dhe që ndoshta nuk e kanë zonën e vet që vetëm i quhet drejtat e tyre dhe që avokojmë dhe i përcjellim dhe mundohemi që të drejtat e tyre ti kërkojmë dhe ta fitojnë të drejtën e tyre të cilën realisht e kanë të garantuar me legjislacionin e drejtën tonë pozitive në Kosovë. Mirë, po më intereson shumë me u ndal pak edhe te ky aspekt që po na shpjegon Flamur, se është shumë interesant se e kemi përshtypjen, si më thon, nga ajo që shohim mbase po rreti i njerëzve që takojmë mbase është tepër i ngushtë, që është përmirësuar situata e punëtorëve në Kosovë. Po mandej po harrojmë që Kosova nuk është Prishtinë, apo jo, si më thon, edhe në vende të ndryshme, edhe në Prishtinë normalisht ndodhin shkelje drastike të drejtave të punëtorëve. Për shembull, ju po thoni duke nisë nga ajo që është
bazikja, themelimi i një marrëdhënie kontraktuale, pra kontrata e punës, mandej mos respektimi ditëve të pushimit, mos respektimi i orarit të punës, edhe mandej te gratë kryesisht, pra edhe mos respektimi i pushimit të leonisë, mos pagesa e pushimit të leonisë, ose ka raste që janë drastike, ku momentin ku po thënë se kupton që një grua pra shtatzën e gjen mënyrën me largun nga puna. Pra janë të shumta ende këto raste apo jo? Gjithsesi, diçka e largët. Po, në kuadër të Qendrës Mendimi Juridike Falas dhe në kuadër të Institutit të Kosovës për Drejtësi KD-s, janë edhe komponenta të ndryshëm që mirëm edhe me hulumtimin dhe analizimin e rastet të ndryshme të caktuara të cilat vijnë në kuadër të Qendrës Mendimi Juridike Falas dhe kemi pas raste të ndryshme në ato se si punëtori nga kompani të caktuara që edhe kemi bërë dhe emisione, kemi bërë dhe analiza, kemi bërë dhe hulumtim, se si punëtorët ose punëtorja caktune ta zëm në një vend të caktun, aqë domethënë është sill punëdhënësin në raport me punëtorën në mënyrë të vrajshme, saqë ka pas domethënë pengesa në realizimin e drejtave më elementare në vendin e punës, siç janë shfrytëzimi i pauzave, pastaj shfrytëzimi i vetë pushimit të lehonisë, duke përdorur metoda të ndryshme që me ardhmë deri në përfundimin që mos me mujt me realizu kërkesën e vetë punëtorja, ka shi punëdhënësit për shembull ta zënë për pushimin e lehonisë. Ne përveç që kemi dhënë ndihmë juridike falas këtyre rasteve, ne edhe kemi bërë hulumtime dhe emisione dhe kemi publikuar, domethënë kemi dalë publikisht me sqaru për kompanitë caktuara që i kanë pas këtë qasje ndaj punëtorëve. Sinqerisht, Agron, po flasëm për një kategori shumë të ndjeshme që si kategori e ndjeshme edhe trajtohet me prioritet edhe nga vetë gjyqësori. Çështjet nga kontestet nga marrëdhënia e punës, meqense se janë të një karakteristike dhe të një pjesë e ndjeshme e një drejte që e gëzojnë individët, trajtohet me prioritet rastet, trajtohet me prioritet se desha po në letër Agron trajtohet në prioritet. Janë strategjitë që ka Këshilli dhe që trajtohen me prioritet, mirë po ndoshta në praktik mund të kemi raste të caktuara të cilat me kohë të gjatë ndoshta marrin kohë derisa të vjen trajtim dhe derisa të nxjerrë një vendim meritor i gjykatës për këtë me çështjen që e ka pas për procedim dhe për gjykim në A janë dënime si janë dënimet realisht për ata që shkelin të drejtat e punëtorëve? Agron, çështja e drejtave të punëtorëve dhe kategorisë drejtave të punësimit përveç që rregullohet në aspektin civil në gjykat, janë të parapara dhe në Kodin Penal të Republikës Kosovës, vepra penale kundër të drejtave në marrëdhënien e punës dhe janë një kategori e caktuar e vepra penale, të cilat parashojnë edhe burgim për persona të cilët do të thotë i cënojnë të drejta nga marrëdhënia e punës. Pra, sa mund të jetë burgimi? Kemi, domethënë, burgime minimale, duke filluar fillimisht me gjobë, pastaj edhe me burgime 1 vit, 2 vit deri në 3 vite, të cilat janë të përcaktuara më saktësisht edhe në Kodin Penal të Kosovës për secilën vepër penale. A ka ndodhur ndonjëherë dikush ta marrë dënim të tillë? Ka pas, Agron, tash ne kemi në faqet gjykatave publikimin e vendimeve gjyqësore. Këto vepra penale normalisht që duhet me pas parasysh që një rol aktiv ka pala dëmtuar në paraqitjen e rasteve tek prokurori i shtetit. Pra duhet ta ketë pala dëmtuar një rol mjaft aktiv në paraqitjen e shkeljeve të cilat janë bën nga marrëdhënia e punës nga ana e punëdhënësit, në mënyrë që pastaj prokurori i shtetit me aktivizu, me inicu rastin. Dhe është shumë interesant, nuk është që kemi shumë raste të cilat hetohen dhe që kanë në fund një akt gjykim dënues me burgim për persona të cilët cënojnë këto të drejta nga marrëdhënia e punës. Për çfarë do të mund të dënojë për shembull dikush një punëdhënës me 1, 2 ose 3 vjet burg? Cili mund të jetë cënimi që mund ta marrë një dënim të tillë? Për shembull, është cënimi i të drejtave të punësimit dhe papunësisë. Pastaj është cënimi i të drejtave në marrëdhënien e punës. Konkretisht, ta zëm kështu në rast se ti aplikon në një vend pune, me bë mak praktike. Shumë praktike. Me apliku në një vend pune dhe në atë vend pune, domethënë i ke të gjitha kushtet e barabarta, janë kushtet e barabarta për të gjithë kandidatët dhe në rrethona të caktuara gjatë procesit një kandidat favorizohet, atëherë kemi të bëjmë me cënim të drejtave të pabarabartë, një trajtim të pabarabartë të personit të cilët po pretendon me një vend punës dhe normalisht që personat në fjalë
zyrtar të caktun mund të përfundojnë në kryerjen e kësaj vepres penale, sepse nuk e kanë trajtuar barabartësisht personin në kuptimin e kushteve që duhet të plotësohen nga ana e kandidatëve për të themeluar një marrëdhënie pune, dhe normalisht paraqitja e rasteve të tilla në prokurori përmes dokumentimit, përmes paraqitjes së provave konkrete të cilat pala dhe vetë prokurori i shtetit do të më nxjerr, mundën me ardhur në përfundimin që me pas një akt akuzus, një akt akuz dhe me propozu një dënim sipas ligjit ndaj personit të cilit e ka cënuar këtë drejtë të punëtorëve të kandidatit në rastin konkret me rastin e pretendimeve të tij për themelimin e një marrëdhënie pune. Okej. Cili është roli i inspektoratit të punës flamor në këtë rast, sepse realisht janë bërë fushata, janë bërë kampanja fushata saktësisht të ndryshme kur është thënë që mund të lajmërohen raste të tilla dhe mandej sigurisht do të zgjidhet krejt kjo punë. Agrantash, çështja e inspektoratit të punës është një institucion që do duhet të garantonte zbatimin në praktik të legislacionit në fuqi në kuptimin e respektimit të drejtave të punëtorëve dhe standardet të cilat janë të përcaktuara dhe të cilat janë të jetësuarat edhe tek ne si standardet ndërkombëtare për respektimin e drejtave të punëtorëve. Pra është një institucion që duhet të garantojë jetësimin praktik të këtyre drejtave. Nga praktika, jo vetëm inspektorati i punës, por ndoshta në përgjithësi institucionet publike në Kosovë, pa u bërë kështu që themi e madhe, pa u bërë një shkelje publike, pa u bërë një hulumtim nga një medium, për shkak të raste të cilat i kemi raportu, hulumtu vetë dhe pastaj ka pasur reagimin nga institucionet, nuk është që mundemi me pa ndoshta në mënyrë aktive, në mënyrë permanente, ose të iniciuar nga vetë ata. Inicimin e rasteve për inspektim nga vetë ana e inspektoratit punës, me daljen në teren, me hartimin e raporteve të ndryshme, me shqiptimin e gjobave të ndryshme, sepse është institucion që ka këtë të drejtë me nxjerrjen e masave të ndryshme ndaj kategorive ndryshme të punëdhënësve, dhe po them edhe një herë, pa e bën një çështje ndoshta është fatkeqësisht ndoshta do të kriju si kulturë që po u bën raste mediatike, shkeljes së një çështje të caktuar përfshin këto raste të punëtorëve, nuk është që kemi reagim institucional zyrtar me vetë dëshirë dhe vetë iniciativë. Mund të kemi fushata të caktuara nga ana e inspektoratit punës për kohë dhe periudhë të caktuara, por duhet ta ketë me vetdije dhe duhet ta ketë në vetdije inspektorati i punës që këto fushata do të janë permanente të vazhdueshme. Daljen në teren e inspektorëve, kërkesat e inspektorëve, kashi punëdhënësit me këtyre janë kontratat e punës, a janë duke respektuar të kontratat e punës, a është duke respektuar çështja e pushimit, a janë marrë protokollet të caktuara për dhënien e pushimit, apo respektohet periudha e pushimit, janë çështje që duhet ta bëjnë në vazhdimsi dhe në përditshmëri, dhe jo vetëm në periudha në fazat të caktuara si fushata, sensibilizuese për respektimin e drejtave. Nuk duhet me ju hyrë hak, ndoshta edhe kanë një numër të caktuar, ngarkesë të caktuar, mirë po unë personalisht vetë agrënti personalisht ne dalim në vend aktor, nuk është shumë ka ra me rastis shumë syrim që vjen inspektor në një lokal të caktun, në një ndërmarrje të caktuar dhe e inspekton punën dhe zbatimin e ligjit në praktik, ka shi drejtat punëtore, nuk është shumë ka rastis fatkeqësisht shumë me po. E vërtet, edhe ka plot njerëz që janë të dekurajuar, thonë kemi lajmëruar, s'kan reaguar dhe mandej edhe ata, si më thonë, shuin në idenë, në kuptimin që ta ruajnë edhe atë vend pune, sepse kanë nevojë një burr, një grua atje për atë vend pune, edhe punon me kontratë pa kontratë. Thjesht nuk na ka rastis, po flas shumë sinqerisht, po flasëm nga provuar, nuk ka rastis si qytetari rëndëm me pa një elekt një inspektorit punës të u inspektu kontrolla rutinë përpos aktiviteteve në fushata ndryshme sensibilizuese që i ndërmarrin në periudha të caktuara. Kam edhe dy pyetje, po më intereson shpejt se nuk kemi shumë kohë. Për shembull, sot është ditë pushimi. Edhe në ligjin e punës është ditë pushimi, ndërkohë që shohim sektori privat, për shembull, markete, nuk e di, ndërtimtaria apo besoj, plot sektorë të tjerë që punojnë, gastronomia apo punojnë. Tazëm, a kanë të drejtë edhe si duhet me usill pronari karshi punëtorit? Në rastet e tilla kur kemi festa zyrtare, të cilat janë të njohura dhe me legislacionin tonë në fuqi agron, do të me pas parasysh që mund të kemi shërbime dhe ofrim të shërbimeve të cilat nuk guxojnë të ndalen dhe duhet kemi në vazhdimsi dhënie të tyre të shërbimeve. Mirë po,
punëdhënësi duhet të ketë parasysh që të garantojë zëvendësimin e kësaj dite të pushimit për punëtorët ose ndrrimin në rotacion mrena stafit në mënyrë që punëtorit që kanë qenë angazhuar në ditë zyrtare, fesë zyrtare, të ja jap të drejtën dhe të ja jap të drejtën që në të ardhmen në ditë të caktuar t'ja kompenzoj këtë ditë pushimi. Përveç 2 ditëve tjera që i ka në javë. Përveç 2 ditëve tjera që i ka në javë. Ose t'ja kompenzoj me pagesë? Po. Pikërisht domethënë edhe kjo mënyrë mund të jetë e kompenzimit të asaj dite që punëtori ka punu e që njihet si fesë zyrtare. Po them domethënë kemi shërbime që nuk guxojnë të ndalen. Po e qartë. Punëdhënësit i kanë shërbimet që duhet ofruan në përditshmëri. Për shembull ta zëm edhe ne këtu. Ne kemi vetë domethënë shërbime të cilat nuk mund ndalen, ne duhet japim kemi vetë portalin ton mirë, po vetë pastaj punëtorët të cilët kanë qenë të angazhuar në ditë pushimi kompenzohen në ditë të tjera në të ardhmen dhe ai zëvendësohet për ditën që nga kolegët. Kontrata e punës i parashet gjitha këto, veç duhet me u zbatu, po. Pikërisht. Duhet me pas një kontratë mandej me zbatu se ka. Duhet me pas parasysh akon që legjislacioni jon, edhe pse e kemi një ligj ndoshta goxha dietër të vitit 2010 punës dhe normalisht që ka nevojë për përmirësim, mirë po ka hapësirë mundësi gjithçysh që në rast se ti ke vullnet dhe dëshirë për me zbatu dhe me jetësu drejtat e punëtorëve në praktik, absolut e ke këtë mundësi dhe e ke të garantuar edhe me standardet më të larta ndërkombëtare. Flamur shumë faleminderit që erdhe sot. Faleminderit që bisedum dhe sqarove shumë a shumë për atë që quhet e drejtë, pothuajse bazike apo jo elementare e punëtorit, edhe ju të nderuar shikues pra që keni nevojë drejtorin të Institutit Kosovës për Drejtësi për këshilla juridike falas edhe mandej gjithë punëtorët, gjithë individët të cilët kanë probleme nga marrëdhënia e punës, por edhe normalisht ato çështje të ndryshme kanë derën e hapur pranë qendrës për ndihmë juridike falas që nga punëtorët tonë që janë të specializuar që japin ndihmë juridike falas gjitha kapacitetet tona dhe mundësitë tona që i kemi. Okej. Shumë faleminderit Amor, po